ka bërë një mënyrë jetese shumë të mirë dhe ndërkohë që e kam pyetur përse të shkaktua dhe më tha thjesht nga stresi, prishje gjaku dhe më doli diabeti. Sa qëndron kjo? Deri diku, domethënë ka një faktor i cili e shpërthen diabetin, sidomos kjo në rastin e diabetit tip 1, ku më tepër janë infeksionet virale, të cilat e shkatërrojnë, si të thuash, ose më mirë të themi ndryshojnë strukturën e qelizave beta të pankreasit dhe organizmi nuk i njeh më si pjesë e trupit, po i njeh si një armik i futur nga jashtë dhe fillon t'i vetë shkatërrojë. Dhe kuptohet që u shkatërrojnë qelizat beta, organizmi nuk është në gjendje të prodhojë insulinë sa duhet. Në rastin e diabetit tip 2, baza është më tepër gjenetike, pra janë persona të cilët kanë një anamnezë familjare për diabet. Shpesh janë persona të cilët kanë edhe mbi peshë ose obezitet, sedentaritet, sëmundje shoqëruese etj, ovari polikistik për shembull është një nga ato faktorë që ndikohen si shpërthyes ose që kanë rrezik më të lartë për të pasur diabet. Stresi pa diskutim që është një faktor madhor, sepse kur ne kemi stres, shtohet prodhimi i disa hormoneve, të cilat e kundërshtojnë veprimin e insulinës, siç është kortizoli dhe siç janë adrenalina dhe noradrenalina. Të gjitha këto hormone, duke rritur nivelin e glicemisë, e lodhin pankreasin dhe rrjedhimisht bëjnë që të shpërthej ose të shfaqet diabeti. Por nuk është vetëm stresi, sepse stres kanë të gjithë personat. Pse disa bëjnë dhe disa nuk bëjnë diabet? Pra janë edhe faktorë të tjerë, ashtu siç i përmenda. Por pa diskutim që stresi është një faktor që mund të ndikojë në shfaqjen e diabetit dhe mund të ndikojë gjithashtu dhe në mos mbajtjen nën kontroll